Ju na keni pritur me ngrohtësi dhe ne kemi parë shpresë në sytë tuaj, prandaj sot kemi një emocion të veçantë që ndodhemi në një nga vendet më të pasura në Shqipëri, për sa i përket historisë, kulturës, punës dhe potencialit njerëzor. Ky takim për ne nuk është thjesht një ndalesë në kalendarin e aktiviteteve tona elektorale, por është një domosdoshmëri politike dhe morale, sepse Korça meriton shumë. Korça në fakt ka qenë qarku i dytë më i madh për nga popullsia, por sot ajo vuan nga ikja masive e të rinjve. Dhe kjo nuk është thjesht një statistikë, por është një padrejtësi e madhe, sepse këtu nuk është se mungon puna. Besoj ju e dini më mirë se unë, se sa shumë prodhohet në fushat e Korçës, por se sa pak vlerësohet sot fshatari në Korçë. Aktivistët tanë për gjatë një muaj të tërë kanë qenë treg më treg dhe kanë parë me sytë e tyre se sa lirë e shet fshatari produktin dhe kush e merr fitimin në të vërtetë. Paradoksalisht, aty ku ka djerës dhe mund, ka varfëri. Sot, Korça është kthyer në një kafe të madhe për turistët, që mund të jetë shumë e bukur sa për sy e faqe, por është bosh për jetesën e përditshme të qytetarëve. Një ekonomi me paga kaq të ulta nuk ka asnjë arsye që të mbajë njerëz në këtë vend. Korça ka nevojë për një ekonomi që i jep vlerë punës. Korça ka nevojë për një model që investon tek bujqësia, që ja u kthen dinjitetin punëtorëve dhe nuk jep shërbime të përkohshme që pasurojnë një grusht të vogël njerëzish dhe gjithë të tjerët, shumicën prej nesh, e lënë në mjerim. Sot jemi këtu për të kuptuar se cilat janë nevojat tona, se cilat janë sfidat tona, por edhe aspiratat tona për të ardhmen, që ne të kemi mundësi t'i kthejmë ato në angazhimin ton politik të përditshëm. Kështu që le të hapim zemrat dhe t'ja nisim me bindjen se një Korçë më e zhvilluar, më e qëndrueshme dhe më e drejtë është e mundur.